E di që po mendon të zhvendosesh në Gjermani, por a e di cili qytet është më i lehtë për të gjetur banesë dhe punë? Qëndro deri në fund sepse do ta kuptosh se ku ke më shumë shanse. Numri 1 është Erlangen. Ky qytet i vogël bavarez ka qira shumë të ulta për një apartament një dhomësh, vetëm 740 euro në muaj. Afër Nürnbergut dhe vetëm 2 orë e gjysmë nga Munichu. Dhe ekonomia e qytetit mbështetet nga Siemens dhe Universiteti Friedrich Alexander. 1 në 5 banor punon në sektorin mjekësor, duke e bërë qytetin kapital të kërkimit dhe shërbimeve mjekësore në Gjermani. Në vend të dytë është Aachen, pranë kufirit me Belgjikën dhe Holandën, ku qirat janë gjithashtu të ulta dhe ka shumë vende pune në qytetet e mëdha afër si Köln dhe Bonn. Të tretin është Hanover, qyteti me rreth 600.000 banor, ku shumë punojnë në transport, Deutsche Bahn, Volkswagen dhe TUI. Dhe Düsseldorf, me qira më të ulta se sa qytetet e mëdha, është gjithashtu një opsion i shkëlqyer. Nëse po mendon të zhvendosesh diku ku qiraja është e ulët dhe ka shumë punë, komento emrin tënd të qytetit ku je dhe ku do të zhvendosësh, dhe unë do të jap këshilla për të gjetur banesë dhe punë shpejt.